Edhe pse tash sa muaj lideri i nismës social-demokrate Fatmir Limaj, sikush për t'i dhënë 3 votat e deputetëve të tij, i kishte vendosur vetëvendosjes postin e kryeparlamentarit të Kosovës, gjë të cilën e refuzoi kategorikisht kreu i vetëvendosjes Albin Kurti. E tash ka deklaruar se është i gatshëm të ndihmojë në zgjedhjet e bllokadës politike, duke ofruar 3 votat e tij në subjekt në kuvend, pa kërkuar poste qeveritare. Nisma do të jetë pjesë e zgjedhjes, sepse gështuet do Kosova. Ne me 3 deputet s'mund të bëhemi pjesë të problemit, por pjesë e zgjedhjes. Nisma është e gatshme që të jap kontributin e vet në parteneritetin e kuvendit, por jo në qeverisje. Ne nuk kemi të interesuar të jemi pjesë e qeverisë, nuk kemi të interesuar të zëmë një pozicion, duke shfrytëzuar momentin që kemi, është shprehur ndër të tjerash Limaj. Kjo deklaratë sipas analistit Zejnullah Jakupi është një dorëzim i Limajt përballë Kurtit. Në një kuptim formal, po, Limaj ka bërë një hap prapa nga qëndrimet e mëparshme. Ai ishte pjesë e një bllokade të errëtur parlamentare, kur votat e nismës ishin përdorur si mjet për të rritur peshën negociuese ndaj qeverisë. Duke ofruar votat pa kërkuar poste, Limaj po sinjalizon që është i gatshëm të shmangë përgjegjësinë për bllokimin e institucioneve, ndoshta për të ruajtur imazhin e vet të partisë së tij si konstruktiv para opinionit publik dhe partnerëve ndërkombëtar, ka deklaruar Jakupi. Ai thotë se duke parë kundërshtimin e Kurtit, Fatmir Limaj u detyrua që të ndryshonte strategjinë. Jo plotësisht, por indirekt, por e ka vënë në pozitë të dobët. Kurti ka mbajtur qëndrimet e tij të forta ndaj kërkesave të partive të vogla dhe nuk ka bërë lëshime të mëdha për t'i futur ato në pazare poste. Kjo ka bërë një presion politik të kthehet nga qeveria tek partitë më të vogla opozitare ose ato jashtë bllokut qeverisës si nisma. Limaj duke mos patur mundësi më shumë hapësira për të manovruar dhe për të parë se Kurti nuk po të rriqet, është detyruar që të ndryshojë strategji për të mos mbetur izoluar apo për të perceptuar si bllokues i procesit, shpreh Jakupi, por ai dështoi Limaj çantazhit dhe loja e tij kundër Kurtit. Po në masë të madhe, deri më tani, Nisma dhe Limaj nuk kanë arritur të imponojnë ndonjë kusht të rëndësishëm përballë Kurtit. Nëse qëllimi fillestar ishin të siguronin më shumë peshë në vendimarrje ose në përfaqësim në qeveri, ky objektiv nuk u arrit. Kalimi nga presioni për përfitime në vota pa kërkesë për poste është sinjal se kjo strategji ka lënë ngërç, ka nënvizuar Jakupi. Më tej, Jakupi thotë se nga frika e zgjedhjeve të reja dhe moskalimi i pragut, Limaj tani është i gatshëm që të jap votat e partisë së tij. Kjo është ndoshta faktori më i rëndësishëm. Nisma ndodhet në një pozitë shumë të brisht elektorale. Rreziku që të mos e kalojnë pragun në zgjedhjet e ardhshme është real dhe i madh. Shkuarja në zgjedhjet e reja për një atmosferë polarizmi me vetëvendosjen ende të fuqishme në terren do të ishte shumë e rrezikshme për nismën, ka shpjeguar Jakupi. Duke ofruar votat pa kushte, Limaj po përpiqet të ruajë një lloj roli konstruktiv në kuvend për të shmangur përgjegjësinë për krizën dhe ndoshta për të fituar simpati ose hapësirë për marrëveshje më të vogla politike në të ardhmen. Në këtë kuptim është një dorëzim i arsyetuar nga mbijetesa politike. Frika nga zgjedhjet e reja dhe rreziku i pragut janë katalizator kryesor të këtij qëndrimi të ri të Limajt, ka përfunduar analisti Zejnullah Jakupi.